Një tjetër zjarr ka përfshirë fushën e mbetjeve në Vlorë në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne. Zjarri ka përhapur sërish erën e rëndë dhe tym të dendur mbi qytetin e Vlorës, e kryesisht në zonën ku është fusha e mbeturinave të qytetit. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin pikërisht situatën më të fundit në nisje të kësaj jave në vendin e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit. Ndërsa vlen të theksohet se kjo ngjarje ndodh për herë të dytë brenda pak javësh, duke shtuar kështu shqetësimin e banorëve, por edhe turistëve, në një kohë që sezoni turistik sapo ka nisur. Është dashur ndryrja e zjarrfiksëve për të bërë të mundur vendosje në kontroll të situatës. Pamjet që po ndiqnin në ekran sjellin momente të filmuara gjatë mëngjesit të kësaj të hëne, kur fusha e mbetjeve urbane të qytetit ishte në pushtetin e flakëve. Të shpresohet se ky zjarr i fundit në fushën e grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit të mos ketë qenë i qëllimshëm, ndërsa vlen të theksohet se shpeshherë zjarri dhe tymi në këtë fushë vjen për shkak edhe të reaksioneve kimike në brendësi të grumbullit të mbeturinave. Vetëm pak ditë më parë, Prokuroria e Vlorës nisi një hetim pas edhe denoncimit të bërë nga Bashkia e Vlorës për zjarrin në fushën e grumbullimit të mbetjeve urbane në nisje të këtij sezoni turistik.